testikular u vure se mënyra se si reaguan meshkujt ishte e çuditshme. Vazhdo në Shqipëri të mendohet se kur flitet për këto tema, preket burrërorja. E në fakt, burrërore do të quhet rasti kur një individ hap syt dhe veshët për të marrë informacionin e duhur dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh me trupin e tij, e cila është koha dhe mënyra e duhur për trajtuar situatat. Do të flasim sot për andropauzën, një temë e cila shpesh nuk flitet, sepse është pikërisht kjo arsyeja. Meshkujt nuk e pranojnë se në moshën dhe në jetën e tyre ndodh një episod ku niveli testosteronit bie dhe ky sjell manifestime në trupin e tyre. Ndryshe nga menopauza, tek femrat, tek meshkujt procesi është më i ngadalt dhe nuk manifestohet me humbje të fertilitetit, ndryshe si tek femrat, të cilat me ikjen e ciklit menstrual humbasin dhe aftësinë fertile. Çfarë është andropauza, si trajtohet ajo, a ka ushqime që ndikojnë në menaxhimin e saj, a ka terapi hormonale ashtu si tek femrat për të menaxhuar situatën, a ndikon kjo në shëndetin psikologjik dhe në jetën sociale të një mashkulli, të gjitha këto ne do t'i përmendim sot duke marrë mendimin edhe të specialistëve. Do të kemi një mikesh të ftuar, Drilona Ndrevataj, e cila është një mjeke urologe dhe androloge e do të na jap më shumë informacion mbi këtë situatë. Po le të ndalemi pak tek kush e shkakton andropauzën? Është pikërisht hormoni testosteron, i cili i jep tiparet mashkullore, i jep forcën muskulare, i jep patjetër fertilitetin, i jep tiparet sekondare si kundër janë qimet e të tjera me radhë, e po ashtu ndikon në mënyrën se si një mashkull është fertil apo jo. Por ka dhe pikpyetje të tilla të tipit kur fillon menopauza dhe andropauza ose ndryshe menopauza mashkullore dhe kur meshkujt duhet ta kuptojnë këtë gjë. A ndodh tek të gjithë në të njëjtën moshë, a manifestohet tek të gjithë njësoj? Sigurisht janë përgjigje që do të merren sot. Pra, me pak fjalë ne do të kuptojmë se andropauza zakonisht ka një moshë të caktuar dhe është rreth 40-50 vjeç. Dhe po ashtu, ndryshe nga menopauza e femrave, andropauza është një proces i ngadalt që nuk e stopon fertilitetin, por sigurisht mund të ndikojë në të. Simptomat mund të lidhen me lodhjet kronike, acarime, humbje të libidos apo dëshire seksuale, si dhe probleme që lidhen me gjumin. Ndryshimet hormonale në andropauz, ashtu si kundër edhe tek femrat, do ta prekin sistemin imunitar, duke shkaktuar probleme autoimune, por nga ana tjetër edhe të shëndetit kardiovaskular apo të osteoporozës. Gjithashtu, do të vlerësojmë faktin se ushqimet të cilat janë të pasura me zink, omega 3, vitamin D dhe elementë të tjerë ushqimor do të ndikojë në menaxhimin e simptomave dhe ndoshta largimin e kësaj situate në moshë. Pra, nëse një mashkull rreth moshës 30 vjeç fillon të ul testosteroni me 1 deri në 2%, nëse ushqehemi siç duhet, kryejmë aktivitetin fizik, hidratohemi dhe dim të menaxhojmë emocionet, sigurisht kjo rënje do të jetë thuajse e papërfillshme dhe andropauza do të ndodhë në moshën e cila i takon. Gjithashtu do të flasim për sfidat që kalon një mashkull në këtë situatë. Do të flasim për çfarë ndodh me burrërinë e tij, por jo gjithmonë në konceptin seksual, por dhe në mënyrën se si ai fillon të trajtojë veten dhe të ndihet me veten e tij. Patjetër do të jetë një episod që do të marr përgjigjet tuaja nëpërmjet pyetjeve që ju keni dërguar në Instagram apo në YouTube dhe ju rikujtoj që ky emision është gjithmonë live të premteve në 19:30 në Balance by Hyrida në YouTube, kështu që ata që ende nuk janë bërë subscribe edhe pse po i vjen fundi episodeve mund të bëhen tani dhe të ndjekin të gjitha episodet me radhë dhe po ashtu çdo të diel në orën 13 në valët e Alb Radio në Zvicër ne dëgjohemi për të gjithë diasporën. Është shumë interesante se si ky emision u zhvillua dhe në fakt realizuam jo një emision i cili jep thjesht informacione, por krijuam një komunitet i cili i bashkohet gjithmonë episodeve duke dhënë tema interesante, pra duke sugjeruar, duke bërë vërejtje të tyre cilat kohë pas kohe na kanë përmirësuar dhe po ashtu jemi bërë miq me njëri tjetrin. Unë do të kisha dëshirë të ndaleshim tani te këshillat e vyera që doktoresh Drilona Ndrevataj na ofron. Ajo është një mjeke kirurge, urologe dhe androloge dhe po ashtu ushtron profesionin e saj në Genova të Italisë që prej vitit 2015. Shohim insertin dhe kthehemi për të diskutuar. Doktoresh Drilona, a ka një lidhje mes andropauzës dhe rritjes së ndjeshmërisë emocionale tek burrat? Po, ka prova që tregojnë se ulja e testosteronit gjatë andropauzës mund të ndikojë në humor dhe ndjeshmërinë emocionale tek burrat. Nivelet e ulta të testosteronit shpesh lidhen me simptoma si irritimi, ankthi, depresioni dhe një reagim emocional më i lartë. Kjo ndodh sepse testosteroni luan një rol rregullator në disa neurotransmetitues, si serotonina dhe dopamina,
të cilat ndikojnë në mirëqenien emocionale të meshkujve. Cilat janë shenjat më pak të njohura të andropauzës, të cilat anashkalohen nga meshkujt? Shenjat më pak të njohura përfshin çrregullimet të gjumit, si pagjumësia ose zgjimet e shpeshta gjatë natës, ulja e aftësisë njohëse, si vështirësia për të përqendruar ose problemet me kujtesën, dhimbjet muskolare dhe skeletore pa një shkak të qartë, rënja e libidos që shpesh burrat e lidhin me uljen e testosteronit. Këto simptoma mund të jenë të fshehta dhe shpesh atribuohen stresit ose plakjes. A ka andropauza një ndikim në shfaqjen e sëmundjeve autoimune tek burrat, duke qenë se ndryshimet hormonale shpesh lidhen me sistemin imunitar? Ka disa studime që sugjerojnë një lidhje indirekte. Ulja e testosteronit mund të ndryshojnë ekuilibrin e sistemit imunitar, duke bërë atë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve autoimune. Megjithatë, kjo lidhje nuk është plotësisht e qartë dhe kërkohen akoma më shumë studime dhe hulumtime për të kuptuar këtë aspekt. Si ndikon ulja e testosteronit gjatë andropauzës tek dëshira për aktivitete sociale apo profesionale? Mund të jetë kjo një nga shkaqet e burnoutit tek burrat mbi 50 vjeç? Rënja e testosteronit shpesh ndikon në energjinë fizike dhe mendore, duke çuar në një ulje të motivimit për aktivitetet sociale dhe profesionale. Kjo mund të jetë një nga faktorët që kontribuojnë në burnoutin tek burrat mbi 50 vjeç, veçanërisht kur kombinohet me streset të tjera të jetës, punës, familjes. Si ndikon andropauza tek metabolizmi dhe ruajtja e masës muskulare? Normalisht andropauza shkakton ulje të testosteronit, e cila çon në ngadalësim të metabolizmit, duke shtuar rrezikun për shtim peshe, sidomos në zonën abdominale. Çon në humbje të masës muskolare dhe të forcës, një gjendje e quajtur ose e njohur si sarkopeni. Aktiviteti fizik dhe dieta e shëndetshme janë çelësi për të reduktuar këto efekte. Cilat janë ndikimet afatgjata të andropauzës në fertilitetin e burrave? Ndërsa ne gratë me menopauzën kemi një stop të fertilitetit, tek burrat zakonisht mbeten të aftë për të pasur fëmijë dhe pas andropauzës. Cilësia e spermës mund të bjerë, ulja e testosteronit mund të ndikojë negativisht në prodhimin e spermatozoidëve, duke ulur sasinë dhe ndjeshmërinë, lëvizshmërinë e tyre, por asnjëherë duke e atëzeruar fertilitetin. Ndryshe nga menopauza, e cila është një proces hormonal i qartë, andropauza zhvillohet gradualisht. A mund të përcaktohet një pikë kritike për fillimin e saj, pra si ndikon kjo në diagnostikimin dhe trajtimin? Andropauza, në ndryshim nga menopauza, nuk ka një pikë kritike të qartë. Ajo ndodh gradualisht dhe zakonisht fillon pas moshës 40-45 vjeç me një ulje të ndjeshme pas moshës 50 vjeçare. Ky zhvillim gradual shpesh e bën të vështirë për të diagnostikuar. Testet për të matur nivelin e testosteronit janë vlerësimi i simptomave dhe janë esenciale për trajtimin. Dhe ja, dëgjuam disa fakte interesante nga doktoresh Drilona, e cila vuri theksin se është një situatë më se normale, por ajo çfarë bën anormale dhe të pashpjegueshme, ndoshta edhe keq kuptime në familje, është fakti se meshkujt nuk e pranojnë që testosteroni bie dhe ja na shfaq andropauzën. Kam dëgjuar shpesh gra të moshave mesatare të cilat tregojnë dhe shprehin shqetësimin e tyre me moskuptimin më me burrat, sepse normalisht një mashkull i cili ka probleme shëndetësore ndoshta nuk e pranon dot, por nga ana tjetër tregon edhe irritim dhe mungesë të komunikimit. Dhe shpesh kjo bëhet edhe një mënyrë për të krijuar debate në familje. Mënyra më e mirë për të shmangur këtë situatë është patjetër biseda me bashkëshorten apo partneren. Në këtë formë, ata edhe do të kuptojnë vërtet simptomat e menopauzës dhe do të vendosen përsëri në trupin e një gruaje e cila përjeton manifestime të tilla që shpesh vijnë edhe me mungesë të durimit apo shprehje të shpeshta emocionale, e ndonjëherë edhe me përlotje. Ndoshta burrat nuk arrin dot të qajnë për hir të faktit se është turp, por nuk është turp të qash dhe absolutisht nuk është turp të bisedosh për situata si kjo. Patjetër, ne ndërtohemi nga hormonet, jemi qenie njerëzore dhe sigurisht prekemi nga ndryshimet që hormonet bëjnë në trupin tonë.
Po ashtu, mungesa e aktivitetit fizik mund të sjellë rënje muskulare dhe duke rënë muskulin e fillojmë edhe të vendosim pak bark, duke shkaktuar përsëri një situatë apo një mospëlqim të vetes. Është momenti kur duhet i drejtohemi mjekut urolog dhe androlog, i cili do ditë na japi këshillat e veta për të kaluar situatën më lehtë, për të mirë kuptuar në familje dhe po ashtu për ta dashur më shumë njëri tjetrin, sepse një çift i cili në moshë 30 vjeçare ka pasur një tjetër jetesë, një tjetër bashkëbisedim, një tjetër mënyrë të jetuarit të marrëdhënies, në këtë fazë ka një ndryshim i cili nuk ka përse ta prek marrëdhënien dhe nuk ka përse ta prek çiftin. Po ashtu sa i takon raporteve seksuale, është shumë mirë që me partneren të flitet dhe të mirë kuptohet situata hormonale. E kështu, kalohet koha shpejt dhe ne na duhet